Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zje ndahet nga jeta në moshë të re aktoreja e njohur e serialeve. Bota e artit dhe teatrit ndërkombëtar është rronditur nga një ngjarje rënd kriminale, pasi ylli i ri i showbizit, aktoreja e njohur u gjete pa jetë në shtëpinë e saj në New Jersey. 26 vjeçaria Imani Smith, e njohur për rolin e saj në muzikalin e famshëm Mbreti Luan, dyshohet se u vra me thik nga partneri i saj. Sipas autoriteteve lokale, oficerët e policisë u thirrën në një banesë të dielën në mëngjes pas raportimeve për një sulm me thik. Në vendngjarje ata gjetën Smith të plagosur rënd. Ai u raportua dhe u dërgua me urgjencë në spital, por për fat të keq ndoroi jetë si pasojë e plagëve të marra. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta dhe dhimbje të mëdha te familjarët, miq dhe komuniteti artistik. Një faqe në GoFundMe e hapur nga tezja e saj për të ndihmuar familjen, pohon se Imani u vra nga i dashuri i saj, ndërsa thekson se aktoreja lë pas një djalë 3 vjeçar. Në një mesazh prekës, tezja e saj shkruan: Imani kishte gjithë jetën përpara. Ai ishte plot gjallëri, e dashur dhe me një talent të jashtëzakonshëm që ndriçonte kudo që shkonte. Imani kishte qenë pjesë e kastit të Broadway që në moshë të vogël, duke interpretuar role të ndryshme. Hetimet për ngjarjen çuan në arrestimin e Jordan Jackson, 35 vjeç. Autoritetet kanë konfirmuar se ai e njihte viktimën, por nuk kanë dhënë detaje të mëtejshme mbi marrëdhënien e tyre. Hetimi vijon, ndërsa priten më shumë informacione zyrtare në ditët në vijim.